Do të flasim inshallah sot vazhdim për një hadith, për një pjesë të hadithit që transmeton Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, ku thot një ditë ishim ulur me pejgamberin alayhis salam, në një çast, në një moment, hini një person me tesha të bardha, me flokë të zeza, nuk u shiken trupin e tina që ka marrë udhtim apo ashtu thot. Që ka marrë udhtim apo ashtu thot, pasi që në kohën e pejgamberit sa kanë udhëtuar me deve e me kuaj, e gjithmonë ai i cili ka marrë udhtim apo ka qenë në ndonjë rrugë, është pluhnos, është pa shenjat e pluhnit apo shenjat e udhtimit trupin e tij. Po tërë një person që nuk e njeshim, barë si bora me tesha flokë të zeza, nuk u shike që ka udhtu, as nuk ish i venet që aty. Ullë para pejgamberit alayhis salam, edhe pyet ke pejgamberin alayhis salam. E para pyetje tha me l'Islam. Çka është Islami? Cilat janë kushtet e Islamit? Ta Islami është me thonë shahadetin, me fal namazin, me dhon zakatin, me shku në haxh. Pastaj e veti që është imani me besu Allahun azza wa jall, me lagjet e tina, librat e tina, kështu me radhë. Në fund tha, o men ihsan. Çka është ihsani? Ihsani, pejgamberi alayhis salam ja sqaroi kështu. Ihsani është shkolla më e lartë e besimit. Është me adhuru Allahun azza wa jall sikur me pa ata. Edhe pse ti e din se s'ki mundësi me pa Allahun, dije se Allah po të çet ty. Kjo është shkolla më e lartë e imanit, e besimit. Njeriu që njeri mund të marrit, e që do të marrit apo do të më mundu marrit. Pasi që shkoi pejgamberi alayhis salam i pyeti sahabët, thotë Omer radhiyallahu anhu, e tadruna men lisail, a e dini se kush është pyetësi? Kush është ky person që ardh me tesha të bardha? Than, o i dërguari i Allahut, nuk e njohim. Tha, kjo është Gjibrili, është ardhur në formën e njerit, gja yuallimukum dinakum, ka ardhur m'ia mësu ju e fenë. M'ia mësu kushtet e Islamit, kushtet e imanit që do të mi plotësu një besimtar. E na do të flasim për pjesën e fundit, el ihsan, pjesa më e lartë e imanit. Pjesë në cilën njeri për me knatësinë e ibadetit, e namazit, e agjerimit, e adhurimit që ka i bën ai, do të marrit nëse se arrin 100% këtë shkallë, do të marrit deri te këtë shkallë spakti 5-6% apo 10%. Kjo për cilën e ka arrit Ebu Bekr radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam shpesh herë i ka pyet sahabët, men ra'a minkum ru'ya, kush për juve ka pa në një ëndër? Pejgamberi alayhis salam ka komentuar ëndra. Nuk është vetëm Jusufi alayhis salam që është ndihet në Kur'an që i ka komentuar ëndrat, edhe pejgamberi alayhis salam i ka komentuar ëndrat. Ka thonë, kush për juve ka pa një ëndër? Qoftë një sahabi thotë unë i dërguari i Allahut, e kom pa sigur se ka zbrit peshorja e ditës së gjykimit, ka zbrit në tokë. E tha, të peshoj ty edhe e peshoj Ebu Bekrin. Peshove ti ma shumë se sa Ebu Bekrin. Pastaj peshoj Omerin me Ebu Bekrin. Peshoj Ebu Bekrin ma shumë se sa Omer. Pastaj peshoj Omerin lanu me Uthmanin. Tha, peshoj Omerin lanu ma shumë se sa Uthmani edhe ndur gjumi. Çka është kjo peshore? Peshorja është jo e pasunisë, jo e çështjes të dunjas. Kjo është peshore e imanit. Pse ka peshu pejgamberi sa më shumë se sa këtë sahabë? Apo pse Ebu Bekri ka peshu më shumë se sa Omer radhiyallahu anhu? Thot Omer radhiyallahu anhu vet, vallahi sikur se të peshonte me qit me një vend, me një peshore, imanin e Ebu Bekrit, edhe imanin e këtë dunjas, kish me peshu më shumë imani i Ebu Bekrit se sa këtë dunjas. Për ata kur mushrik kanë ardhur tek Ebu Bekri, momenti kur pejgamberi alayhis salam e ka bën një udhtim me një pjesë të natës pej Mekës në Palestinë, pej Palestinës pej Kudsit, ka shku me taku Allahun azza wa jall. Pastaj u shkry prap
mrena një pjesë të natës. Që në atë kohë, për me bo që ato thim veç me shku, është dasht me javë edhe mu këthy me javë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mrena natës e ka bo këtë udhtim me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe ky ishte kulmi tek mushrikat e Mekës, të cilët thanë se tash kena me nxon Muhamedit se nuk është pejgamberi i Allahut e veç Koran. Qysh ka mundësi mrena natës me shku prej Mekës në Palestinë, e pe Palestinës me taku Allahun, pastaj prap më kthy. Për shkun tek Abu Bekri, tha apelin që po thot kjo shoku jot. Çka po thot tha? Tha po thot që mrena natës ku shku pej Mekës në Palestinë, Palestinës e ka taku Allahun. Pastaj prap u kthy. Mrena një pjesë të natës. Çka tha Abu Bekri? Tha e ka thonë qëta? Ka thonë po. Ka thonë e vërtetë, është një besej. S'ka nevojë me shku me vetë. A për një me e ke thona, a e qysh e ke po, e ku e ke po. A e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë? Është në rregull. Unë i besej kësaj. Për ata është qujt, e ka marrë epitetin Ebu Bekër as-Siddiq. Ebu Bekër besniku. Se i ka besu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa e pyet hiç. Veç që e ka nipi mushrika, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka shpjegu se s'kon asnjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Palestinë. Para kësaj nate, ka thonë qysh o Mesjidul Aqsa, qysh o xhamia e Aksas, sot dyri ka e ka hymjen, sot dritari ka, qysh e ka pamjen. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja përshkruan komplet qysh është. Plus sajna, thot edhe karavani që vjen tash që është orë pi Shamit, i ka hub disa deve edhe jënë të i lyp ato. Karavani pas niku e erdhë. Edhe vërtetun edhe mushrika se nuk është arajnë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po është me të vërtet pejgamber edhe i dërguar i Allahut. Qëllimi është Ebu Bekri se qysh i ka besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam momenti se e kanë thonë ata se e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është ajo që ka peshu tek Allahu azza wa jall imani e Ebu Bekrit. Kjo është vllazni ihsani. Kjo është shkolla më e lartë e imanit. Për ata Allahu azza wa jall në surën Al-Bakara, në fillim ajetet të para të Kuranit kur të qenë librin Allahut azza wa jall pas surës Al-Fatiha, e lexon Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Alif Lam Mim, ky është libri në cilin nuk ka dyshim. Hudan lil muttaqin, është udhëzues për njerëz të devotshëm. Cilët njerëz? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët i besojnë fshehtës. Nuk ka mundësi njeri me ka besimtar pa i besu në fshehtës. Nuk ka mundësi njeri me qujt besnik. Nëse ti e ki një shok besnik, qysh e ki besnik? Se të beson qatë e thu ti edhe e vërtetën aja, kjo nuk është besnik. Nëse të thu ti e kompo një anije për eske në përtuk, edhe a i shkon e vërtetën ato që ka anije qesë në përtuk, vallaj, unë i nëzot besnina qatë full. Po, ishë mas pari për vërtetën apo. Ky nuk është besnik. Besnik është një shok i joti i cilit beson ty, si ti thuhet pa e vërtetuar. Ç'kjo është besnik? Ky është besimtar. Çka i beson Allahut azza wa jall, e i beson pejgamberit alayhis salam, edhe që na nuk i kena pa shumë sene që i ka thonë pejgamberi sallam. Po i kena vërtetuar, i kena besu shumë sene tjera që i ka thonë pejgamberi sallam e tash po ndodhin. Apo ka ndodhur pas vdekjes tina. Apo çka ka thonë Allahu xhel në Kur'an, edhe jam vërtetu këto. Për këta, ne i besojnë Allahut azza wa jall, edhe pejgamberit alayhis salam. Edhe do të mi besu Allahut azza wa jall dhe pejgamberit alayhis salam. Edhe për këta kur vjen ndaj urdhën i Allahut azza wa jall, do të me praktiku, edhe me ditë se ajo është e mirë për neve, për të mirën tonë, dynjë dhe në ahiret. Pa alo se ka vërtetu shkenca, ka vak shkenca. Mi vërtetu shkenca këtë sene që ka në Kur'an, Kur'ani nuk kish me konë mrekullit dhe ditën e gjykimit. Kish me përfundu mrekullia e Kur'anit para neve, para se marrë. Pa Allahu xhelja ka dërgu pejgamberit alayhis salam Kur'ani me konë mrekulli, edhe me zbulu prej sajna, e me vërtetu fjalët e sajna dhe ditën e gjykimit. Tash ju vërtetu disa sene, pas 100 vjetë vërtetuan tjera sene, shkenca shkon tu për paru. A Kurani jetë këtë që është.
imani, besimi në Allahun Azza wa Jall, është çka e ka ngrit Ebu Bekrin prej sahabëve tjerë. E ky iman e ka bo Ebu Bekrin, i ka bo sahabë tjerë me vepru. Pejgamberi alayhis salam, hadithin të transmeton Abu Huraira, e që është Sahih Muslim. Një ditë pejgamberi sa i pyet sahabët, kush për juve është agjërueshëm? Thotë Abu Bekri, unë i dërguar i Allahut. Thotë kush për juve ka dhënë sadak? Thotë unë i dërguar i Allahut. Thotë kush për juve ka përcjell një xhenazë? Thotë Abu Bekri, unë i dërguar i Allahut. Thotë kush për juve ka ushqyer një të varfër? Prapë Abu Bekri thotë unë i dërguar i Allahut. Thotë vallai nuk bashkohen këto 3 mirësi, këto 3 sevape, me një ditë e që nuk i obligohet atij personit xhenet. E ka të garantuar me xhenet. Transmetimi tjetër, ai i cili i bën për një ditë këto 4 sene, i shlyhen atina mëkatet që i ka bërë. Këtë e ka arrit Ebu Bekri me hadithën e pejgamberit alayhis salam, ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, ala inna fil jasadi mudgha, idha saluha saluha al jasadu kullu, wa idha fasada fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Me të vërtet njeri e ka në trupin e tij një copë mishi. Nëse ajo copë e mishit është në rregull, është e pastër, edhe veprat, gjymtyrt, veprimet e tij kanë pas në rregull të pastërta të mira. E nëse ajo copë e mishit është e prish, edhe veprat e tina, veprimet e tina, fjalët e tina kanë pas të prishta të këqija. E kjo copë e mishit është zemra vëllazër. Zemra çka shpesh herë na thojmë kryesori është me pas zemrën e mirë. Çashtu është vallahi. Kjo është fjala e pejgamberit alayhis salam. Fjala e Allahut Azza wa Jall. Allahu nuk e shikon fizionominë e juve, as nuk e shikon pasuninë e juve, po e shikon zemrat e juve dhe atë çka veproni. Zemra, thot Ibn Qayyim, është komandant i trupit. Është komandant i trupit. Nëse zemra është e mirë, që shtojnë në se kena zemrën e bardhë të mirë, atërës trupin e urdhon me bo vepra të mira. E nëse komandanti është i keq, atërës e urdhon gjymtyr trupin me bo vepra të këqija. Nëse një njeri e sheh se thot që e kam zemrën e mirë, e veprat i ka të këqija, zemrën nuk e ka të mirë. S'ka mundësi me po zemrën e mirë një njeri i cili bën zullum, apo e vret dikanin, i hen të shtëpia dhe thejr me thik, e derë gjak, çfarë zemrë ka kjo? Na i shojmë veprat, zemrën e derë vetëm Allahu Azza wa Jall. E pejgamberi sa na ka mësuar neve me gjykume me vepra, jo me zemrën. Zemrën nuk e di në çka kite. Na peshojmë se ti po bën zullum apo. E këto zullume do të më ndalu. Nëse besimtar si musliman do të më nal zullume, do të më nal mos me bë zullum. Mos me bë padrejti. Zullumi është dy lloje. Zullum që njeri i bën dikujna, edhe njeri që i bën vetvetes. Zullum duke mos ju nënshtruar urdhën të Allahut Azza wa Jall. Nëse njeri shpesh herë dëgjojnë thot ngëm, unë as nuk vjedhi, as nuk raj, as nuk mashtroj, i fqyri punët e mia. Gjysën e Islamit i kitë krymë. Raport njeri me njeri je perfekt. Në raport njeri me Allah, on pjesa tjetër e Islamit. Islami ka zbrit për mindresh dy raporte. E para njeri me njeri, edhe raporti njeri me Zot. Raporti njeri me njeri pas kanë në rregull. Raportin mes teje dhe mes Allahut Azza wa Jall. Ai bën sejdë në Allahut. Po zemrën e kam mirë. O Allah, bravo na shtapshton. Allahu Azza wa Jall thot: Allahu e shikon zemrat e juve, momentin kur e ki zemrën në rregull, edhe veprat do të shmi pas në rregull Allah. Në raport e njëri me njëri në rregull je. Në rregull këke. Po me Allahun Azza wa Jall. Ku thot pejgamberi sa i pari sa çka u pyet njëri ditën e xhibit është namazi. Ahmed ibn Hanbali 300 recate i ka fal ditë. Qysh e ka arrit këtë? E ka arrit me besim në Allahun Azza wa Jall.
E ka pastru zemrën. Momenti kur të pastron zemrën, e ki zemrën mirë, vallahi, vjen mare mu thirë e zonit e mos më falë. Se zemrën e kitë mirë. Vallahi të vjen mare, nëse Allah u zhelë të thret për diçka ti mos më përgjigj. Qite me çështje të dynjas, ka aso me çështje të dynjas. Me të thonë, s'po foli gruja. Se grus heq pa thonë pa e qelë grujen i kryin obligimet që ka i keme dhe plus edhe sadak jetë. Po fëmija jëtë, mu të lutë qika jote e vogël, ose djali jëtë i vogël, o ba blema kullore, o ba ma qëtë, i lëth i orë, i tesh për pune. Hajde dalim dhe ishtë të blem diçka. Wallah i lëth me konë qoshë dhe ja pëllësën të shirë. Pse? Se e dënë, zemra të dënë. Nëse të dënë zemra, Allahun Azza wa Jall. Nëse e dënë takimin me Allahun Azza wa Jall, dije se pejgamberi alayhis salam thot njeri mas afër me Allahut është kur është në sejdë. Ti kur dën edhe i lëth me konë që ta të fejumt, në stop telefona kështu të jetë. Ka 2 saat, edhe pse është në punë, në orë të punës, jashtë punës, në akşam, 2 të natës, 3 të natës, unë e kesh në haxh drita të shymën 2 të natës, veç telefoni me kenjonë, tu vojnë me gru. Jesh mërzit njëri. Momenti kur mërzitesh me taku Allahun Azza wa Jall, qua dhe fal namaz Allah. Mas afër me Allahut je namaz. Për ata vllazni, zemrën do të me pastru me iman. Zemrën do të me rrit imanin për mu pastru zemrën. Edhe me arrit me adhuru Allahun Azza wa Jall, sikur se me pa Allahun, edhe pse e dina se nan këtë dynjë nuk kena mundësi me pa Allahun. Mirë pa Allahun neve na shah. E në ditën e gjykimit Allahu na mundsohet me pa Allahun Azza wa Jall, ashtu siç ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kur e kam pyetur drum me Allahut, a kena me pa Allahun Azza wa Jall në ditën e gjykimit? Ka thonë vallahi keni me pa Allahun Azza wa Jall, sikur se qysh pesheni hanën në ditën e 15, kur është hana e plot. As nuk t'i vron syt, as nuk është e mundimshme me pa. Qashtot e këfjall qysh e sheni hanën, ashtu keni me pa Allahun Azza wa Jall, Allahu na mundsohet të aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Allah subhanahu wa taala e përmend një cilësi të besimtarëve ku e kanë lutur Allahun Azza wa Jalla, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, mos na shtrembro zemrat tona, mos na devijo zemrat tona pasi që i ke udhëzuar ato. E pejgamberi sallallahu mas shumë të që e ka bo duan, namaz edhe jashtë namazit ka qenë ja muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rotullues i zemrave, forcoje, qëndroje zemrën time në ibadetet, adhurimet tua. Kjo është duaja që do të më bëna si besimtar sa më shpesh e sa më shumë. Pasi që njeri me adhurimet zemrës, me ibadetet zemrës, me iman zemrës, arrin më shumë se sa me veprat tina. Kujton hadithin ku pejgamberi alayhis salam thotë 7 lloj njerëzve Allahu Azza wa Jall i shtin në hijen e tij në ditën e gjykimit ku nuk ka hije përveç hijes të Allahut. Do t'i përmendin 3 prej tyre që s'kan të bëjnë me vepra. Kanë të bëjnë me veprat e zemrës. Një prej tyre thotë pejgamberi alayhis salam, ai i cili është vetë me Allah, s'është me kërkan, se she kërkosh, fa fadat aynahu, e lëtojnë syt e tina pi frigës apo dashnisë të Allahut azh. I kujtohet Allahut edhe kanë. I kujtohet takimi me Allahun Azza wa Jalla edhe kanë. Për mallohet me taku Allahun Azza wa Jalla edhe kanë. Kjo është një pyetje. I bat sa s'po qoftë, as më fal namaz, natës, as po jep sadak me harxhu parë. Veç dashnin që e ka për hir të Allahut në zemër, Allahu Azza wa Jalla shpërblen me hijen e tij në ditën e gjykimit. Tjetri, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një njeri që e don veç për hir të Zotit, se don për interes. Vetë zemra ta don se është besimtar i mirë. Vetë zemra ta don se është njeri i mirë. Veç e don për hir të Allahut. Edhe kjo do të jetë në hijen e Allahut Azza wa Jalla, atë ditë kur nuk ka hije përveç hijes të Allahut Azza wa Jalla. Edhe tjetri, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një njeri që zemra e tij është e lidhur me xhamin. Ka qef me në xhamin. Një gru e ka pasur gjithmonë xhamin, kohën e pejgamberit alayhis salam. Edhe pas një kohë vdes, sahabët nuk e bojnë të madhe se nuk e ka njoft kërkosh, nuk e kanë e njoftën, shkojnë e kryjnë ceremoninë dhe varrosin. Kur pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku me kjo gru që e ka fshi xhamin, ka thonë dukumi Allahu, Allah i ka vdek. Ka pse s'm keni tregu?
ka shku dhe e ka falë gjenazën, edhe ka bërë dua për to duke qenë varë. Për shkak se e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vlerën çka e ka xhamia apo mirëmbajtja e xhamisë. Për ata këtë shpërblim të madh e arrin njëri me iman, e arrin njëri me zemër të pastër, e arrin njëri me ato të cilët për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu. Nuk ka mundësi me kanë imani i besimtarit në rregull pa qenë në rregull zemra e tij. Për ata vëllezër do të mi pastru zemrat tonë. Do të mi drejtu zemrat tonë. Do të me pastru zemrën tonë për çdo njolle, për çdo dyshimi, për çdo pakënaqësie që kena na në zemrat tona apo dyshime që kena në zemrat tona. E kjo na bën neve momenti kur ti pastrojnë në zemrat tona vëllezër, na bën se kur vjen një urdhën e Allahut azza xal me praktiku. Na bën neve se kur vjen ndonjë ndalesë Allahu të zënë mund ndalu. Na bën neve se kur të falim një namaz, murrënqedh zemrat tona namazin që e bojmë. Apo agjerimin që e bojmë. E nuk e bojnë atë namaz apo çat agjerim apo çat ibadet veç shkeleshko veç hajt të kryj këtë obligim e pa e një kënaqësinë e saj. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton hadithin Ammar ibn Yasir, ku thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëgjuar duke thonë, njeri e fal namazin, e ka mundësi për shpërblimit namazit, e arrin gjysën e saj në veç. Gjysën e shpërblimit. Apo një tetën, apo edhe një 10. Për shkak se njeri arrin shpërblimin namaz, çaq më shumë që është i koncentruar ka shpërblim më të madh. Çaq më pak që është i koncentruar, atëherës e ka shpërblimin më të vogël, edhe pse obligimin e ka kryer. E lutim Allahun azza të na pasojë zemrat tona për çdo njollë, për çdo dyshimit, e të na forcoj zemrat tona në fenë Allahut azza wa jall. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.